Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nuk e keni ditur më parë, harrojini farmacit, sytë të pjepri dhe do kuroni këto sëmundje. I pasur me ujë, fosfor, kalium, kalcium, vitamina dhe fibra, pjepri mund të jetë gjithashtu fruti juaj më i dashur i verës, një alternativë e shkëlqyer për të marrë përfitimet më të rëndësishme, sidomos në këtë periudhë të nxehtë të vitit. Nëse doni të përfitoni nga vlerat e tij, pjepri duhet bëhet pjesë e pandashme e dietave tuaja. Duke ditur edhe rëndësinë ushqyese të cilat do ta tregojmë në këtë video, do të kthehet në një nga alternativat më të mira për shëndetin. Sipas ekspertëve të Healthline, në këtë video do të rendisim përfitimet kryesore të tij. Ai është i pasur me vitaminën A, e cila është e rëndësishme në luftën kundër radikaleve të lira. Pjepri është një frut i dashur veçanërisht me beta-karoten, i cili ndihmon në parandalimin e formimit të radikaleve të lira dhe pasojat të tjera që i kanosen shëndetit tuaj. Vitamina B tek pjepri do të përmirësojë gjithashtu edhe sistemin tuaj të humorit, duke përmirësuar kështu edhe sistemin tuaj nervor, citojnë ekspertët e Healthline. Pjepri është i pasur me vitaminën B, e cila është shumë e rëndësishme për sistemin tuaj nervor, duke ndihmuar në përgjigje më efikase të sistemit tuaj. Pjepri është një diuretik i shkëlqyer i cili do t'jap rezultate fantastike në këtë aspekt. Pjepri është një nga ushqimet e preferuara të verës, i cili është freskues dhe ka vlera diuretike, pastruese dhe laksative. Pikërisht për këto vlera të tij duhet të merret në konsiderat edhe konsumi i tij, sidomos në rastet se vuani nga kapslëku, sepse ndihmon në këtë mënyrë në eliminimin e këtyre simptomave dhe lehtëson problemin tuaj në mënyrë më të thjeshtë. Ai është i duhur për të luftuar të nxehtin dhe dehidratimin. Nuk duhet të harrohet se pjepri është i pasur me kalcium, fosfor, gjithashtu dhe magnez. Gjithashtu ai në përmbajtjet të tij ka edhe përbërës të kaliumit. Kur zorrët tuaja bëhen dembele, atëherë pjepri do të jetë një zgjidhje shumë e mirë, pasi ka veti të mira antiinflamatore, diuretike dhe përmirëson qarkullimin e gjakut dhe kolesterolit, duke ndihmuar kështu kundër problemeve tuaja të dehidratimit. Pjepri është një aleat i mirë për bukurinë. Pjepri nuk është i vetëm si një zgjidhje për metabolizmin, por gjithashtu edhe për mirëqenien tuaj të bukurisë. Ekstraktet e tij mund të përdoren si tonifikues të lëkurës dhe mbajtjen larg të shqetësimeve të tyre. Nëse doni të mbani larg këto probleme, atëherë pjeprin duhet ta keni alternativën më të mirë të dietës suaj. E aplikoni pjeprin si një zgjidhje natyrale për shëndetin e lëkurës dhe mund të ofrojë gjithashtu lehtësime të dukshme në këtë aspekt. Pjepri është një nga frutat me vlera të larta ushqyese. Ai është një frut freskues i verës, ka vlera ushqyese shumë të mëdha, është i pasur me ujë, sheqer natyral, ka pak kalori dhe shumë vitamina dhe minerale, që janë të shëndetshme për organizmin në çdo moshë. Vitaminat që ky frut përmban janë vitamina A, vitamina C, gjithashtu vitamina B1 dhe B2. Pjepri është një burim i fosforit, kaliumit, sodiumit, kalciumit dhe gjithashtu i pasur me fibra, proteina dhe yndyrra të gjitha të shëndetshme, pasi janë natyrale dhe jo të shtuara. Pjepri është një zgjidhje shumë e mirë për trupin tuaj kundër shqetësimit të radikaleve të lira. Ky frut është i pasur me ushqyes ku gjendet edhe beta-karoteni, që është një antioksidant shumë i fuqishëm për mbrojtjen e organizmit kundër radikaleve të lira. Gjithashtu do të mbajë larg komplikacionet që i kanosin atij dhe do të sigurojë një mbrojtje më të mirë efektive në këtë drejtim. Pjepri do të rrisë sistemin tuaj imunitar. Duhet të dini se pjepri është i pasur me beta-karoten, fitonutrient, vitaminë C. Vitamina C vepron si një linjë renditëse mbrojtëse për sistemin e shëndetshëm imunitar. Përveç kësaj, vitamina C stimulon prodhimin e qelizave të bardha të gjakut që kërkojnë të shkatërrojnë bakteriet e dëmshme, viruset, toksinat dhe organet e tjera të cilat mund të komplikohen nga bakteriet e jashtme. Pjepri është një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër problemeve tuaja të sheqerit. Disa studime kanë treguar se konsumi i pjeprit përmirëson metabolizmin dhe gjithashtu përmirëson edhe metabolizimin e insulinës në trupin tuaj.
Ekspertët tregojnë se ai është një alternativë shumë e mirë ushqyese për të mbajtur larg këto komplikacione dhe për të ndikuar pozitivisht në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Piepri është një zgjidhje shumë e mirë edhe për personat që vuajnë kryesisht nga artriti. Fitokimikatet kanë vetje antiinflamatore. Piepri ndihmon në parandalimin e stresit oksidativ dhe problemeve në nyje dhe në kocka, duke zvogëluar kështu edhe problemet tuaja të inflamacioneve, duke siguruar një mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj, kryesisht edhe atë kockor. Piepri ndihmon edhe në tretjen më efikase të ushqimeve, duke siguruar një mbrojtje më të mirë për zorrën tuaj. Piepri përmban edhe një sasi të vogël të fibrës dietike, një komponent ky është shumë i rëndësishëm edhe për ndihmën e sistemit tretës, në mbajtjen larg të komplikacioneve që lidhen kryesisht me mostretjen e rregullt. Mbani sytë më të shëndetshëm me konsumin e pieprit në mënyrë të rregullt. Karotenoidet janë të vlefshme për sytë dhe shëndetin tuaj, dhe piepri është shumë i pasur në këtë aspekt. Piepri ndihmon për të pasur gjithashtu edhe një lëkurë më të mbrojtur. Piepri është i rëndësishëm edhe për cilësinë e beta-karotenit që përmban, i cili është një pararendës i vitaminës A. Ky e fundit do të stimulojë edhe membranat e qelizave të lëkurës të rrisin prodhimin e qelizave. Gjithashtu, piepri në dietën tuaj mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për të mbajtur larg edhe problemet tuaja të stresit. Kaliumi është një substancë ushqyese thelbësore që gjendet tek piepri. Ai relakson enët e gjakut dhe ul presionin e gjakut. Presioni i lartë i gjakut mund të veprojë në trup si stresues dhe gjithashtu mund të shkaktojë lirimin e hormoneve të stresit, të tilla kryesisht edhe kortizoli. Kaliumi rrit qarkullimin e gjakut në trup dhe ndihmon gjithashtu edhe në përmirësimin e shëndetit tuaj. Nëse doni të mbani larg këto shqetësime, piepri mund të kthehet në një alternativë të shkëlqyer për shëndetin tuaj dhe sigurisht në mirëqenien e përgjithshme të imunitetit. Piepri ka veti të mira që gjithashtu do të ofrojë një mbrojtje më efikase për shëndetin tuaj të zemrës. Një antikoagulant i quajtur adenozin i pranishëm tek piepri ndalon piksjen e gjakut, që mund të shkaktojë goditje ose edhe sëmundje në zemër. Nëse doni të përmirësoni këtë aspekt të shëndetit tuaj, pieprin mund ta keni aleat të çmuar të shëndetit. Piepri do të ofrojë një mbrojtje më efikase edhe për shëndetin tuaj të veshkave, çka do të ndikojë pozitivisht në mbrojtjen e trupit. Vetitë e shkëlqyera diuretike të pieprit janë më së të domosdoshme edhe për të përmirësuar shëndetin e veshkave. Kështu konsumi i rregullt i tij sipas Healthline është një mundësi për të përmirësuar edhe punën e veshkave. Piepri do të ndihmojë në tretjen më efikase të sistemit tuaj. Nëse keni probleme me tretjen, mund të provoni lehtësisht konsumin e pieprit në dietën tuaj. Lëvizja e ushqimeve nga aparati i tretës drejt zorës dhe drejt jashtë mund të jetë një zgjidhje më efikase me përdorimin e tij. Ai ka veti të shkëlqyera që lehtësojnë tretjen dhe gjithashtu përmirësojnë punën e saj. Ndaj mos nguroni që ta keni pjesë të rëndësishme të dietës suaj, kryesisht edhe gjatë sezonit të tij. Piepri do t'i jap trupit më shumë energji. Shumica e pieprit përmban vitaminën B, e cila është një pjesë e rëndësishme për të përfshirë në dietën tuaj, duke siguruar kështu një mbrojtje më efikase për shëndetin tuaj. Nëse doni të humbisni peshë dhe të ndjeheni akoma dhe më të ngopur, bëheni pieprin pjesë të gatimeve dhe recetave tuaja të përditshme. Ai do t'i jap një ndihmë më të mirë për ngopjen e trupit. Gjithashtu, nëse doni lëkurë më të shëndetshme, piepri gjithashtu do të jetë alternativa juaj më e mirë. Me vlerat kryesore që ai përmban do të kthehet në një aleat të shkëlqyer. Gjithçka që duhet të keni parasysh përpara përdorimit të tij është asnjëherë të mos e teproni, por ta konsumoni gjithashtu sipas normës ditore. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.